Kam kënaqësinë të kemi në studio profesor Spiro Brumbulli nga Shoqata Shqiptare e Bankave për diskutuar paksa dhe për aktualitetin. Kemi parë një situatë pasigurie globale. Bankat si po shohin, janë vëmendshme ndaj këtyre zhvillimeve, cila është, po themi, analiza e tyre? Bankat janë pjesë e shoqërisë, e ekonomisë dhe e gjithë strukturave të tjera, shtetërore të themi dhe funksionale, kështu që si çdo qelizë e shoqërisë dhe ekonomisë që përjeton me situatën, edhe bankat jetojnë me situatën, për më tepër që në fund të fundit bankat përdorin paratë e depozituesve. Pra janë klientët e bankave që shprehin edhe shqetësimet e tyre apo opinionet e tyre, kërkesat e veçanta në kushte të veçanta. Ne po kalojmë një situatë që edhe pse jemi rreth 2500 kilometra në vija ajrore larg frontit të luftës, luftën e ndjejmë pranë. E ndjejmë në kuptimin që efektet e një goditje që ndodh me raket të themi në ngushticën e Hormuzit, ajo transferohet me njerë në një lëvizje të çmimit në bursë dhe çmimi i bursës për gazin dhe për naftën me njerë ndjet në ekonomi. Kështu që pjesë e kësaj ekonomie globale dhe lidhjeve të tëra që kemi, ndjejmë jo vetëm atë, po ndjejmë edhe zinxhirin e furnizimit që ky problem, kjo luftë, me pasojat e saj, shkakton në gjithë ekonomitë dhe në të gjitha marrëdhëniet ndërkombëtare që ne kemi. Bankat në mënyrë të veçantë, përderisa dhe financojnë ekonominë, shohin edhe ku janë efektet më të ndjeshme dhe të menjëhershme. Parë në vetvete, bankat nuk janë pjesë e ndonjë rreziku të luftës, janë pjesë e sulmeve kibernetike që ndoshta mund ta diskutojmë, por ato s'kan të bëjnë thjesht vetëm me luftën aktualisht në linjën e mesme. Këto rreziqe vijnë nga çdo pikë e globit dhe janë të përditshme që ne ndeshemi në një sulm i sofistikuar që mund të jetë me natyrë shtetërore, që mund të jetë i veçantë, që kemi kaluar në të shkuarën, nuk është se po vërehet, por tentativa ne kemi. Kështu që të përgatitur jemi. Po kur themi të përgatitur, asnjëherë nuk jemi në dijeni se ç'mund të sjellë nesër, me 100% garanci, sepse këto luftra kanë edhe të panjohurën e vet. Mund të vazhdoj gjatë dhe rreziku bëhet më afatgjatë se sa mund ta mendosh, mund të pushoj me njerë dhe gjithë përgatitja që ti bën kthehet në normalitet. Kështu që kundrejt këtyre pasigurive, sigurisht që politikat dhe vëmendja është e përditshme, politikat përshtaten, ndryshojnë, ndjekin edhe lëvizjet që do kenë institucionet qendrore ndërkombëtare, sigurisht mund të jetë lëvizja e euros apo e dollarit, sepse janë shumë të rëndësishme, jo vetëm lëvizjet e çmimit të naftës, por në tërësinë e vet, sigurisht që ka një vëmendje të shtuar nga pikpamja e menaxhimit për të parë dhe se ku po përshkallëzon dhe evoluon lufta në gjirin persik. Ju përmendë, profesor, që efektet e një krize, po themi jashtë, absolutisht ngjen në ekonominë shqiptare, por sistemi bankar ka marrë, po themi, leksione nga shkuara për të përballur me krizat e së nesërmes. Kujtojmë faktin 2008 ishte një krizë globale. Jo vetëm atë, po kemi 2022-shin që është më e afërt me Ukrainën dhe lufta ishte më e afërt dhe më e prekshme akoma në kuptimin territorial, gjeografik. Kështu që mësime ka, dhe që kemi që nga 2010 që po themi që sistemi bankar, jo në Shqipëri, po kudo, domethënë industria bankare është mbi rregulluar, dhe janë bërë ndryshime të rëndësishme në standardet dhe në mënyrën e rregullimit mbikëqyrjes së institucioneve financiare, të cilat e kanë vënë në vështirësi nga pikpamja komerciale interesin e aksionarëve në një bankë. Pse duhet jemi në aksionar në kushte të tilla kur biznesi bëhet i vështirë. Më shumë është bërë compliance e themi ne për shtatshmëri, për putshmëri me ligjet, me rregulloret, janë mira faqe rregullore, udhëzim me ligje të reja, standarde të reja, të cilat kanë krijuar një stabilitet të industrisë bankare, që nga rritja e mjaftueshmërisë kapitalit edhe kapitali nga masat prudenciale për të qenë gjithmonë të kapitalizuar dhe për mos të kaluar humbjet e bankave në kuristë të ekonomisë, të publikut dhe të buxhetit të shtetit, ndoshta në rastin e bankave sistemike, por për të qenë vetë bankat që duhet jenë të përgatitur dhe për të mbrojtur goditjen që mund të vijë nga çdo lloj krize. Mund të jetë krizë ekonomike lokale, kombëtare, mund të jetë ndërkombëtare, mund të jetë nga një luftë, mund të jetë nga një produkt që është nuk i plotëson të gjitha nevojat, por këto janë vështirësi dhe janë nxjerr. Ne jemi të detyruar do apo s'do të ndjekësh këto
politika, rregullore, standarde të reja të cilat e kanë rritur shumë garancinë. Për shembull, nëse ka humbje, banka përballon me kapitalin e aksionarëve. Sot ne kemi 230 miliard lek kapital të aksionarëve në 11 banka tona. Kur flasim për sa përket sistemit bankar, shpeshherë në mbasën e nuk e dim, por si bën planifikimet? Ka skenar të ndryshëm para sa herë nis viti apo ka vetëm për raste të caktuara kur ka krizë? Sigurisht, tani kjo është një pyetje pak profesionale dhe nuk duam që ta lodhim edhe dëgjuesin, po ka shumë. Ka stres teste i quajmë ne, që vinë me kërkesë të Bankës Qendrore dhe bëhen rregullisht çdo 6 muaj dhe në situata të veçanta bëhen edhe 3 muaj dhe bëhen edhe për aspektet veçanta të veprimtarisë bankare. Për shembull për cilësinë e portofolit të kredisë, për likuiditetin, për riskun operacional. Pra ka një sër kërkesash që bankat raportojnë dhe bëjnë parashikime me skenar, në qoftë se ky tregues do shkojë në këtë nivel, që mund të jetë optimist, mund të jetë neutral, po mund të jetë edhe shumë pesimist. Pra kundrejt gjithë këtyre parashikimeve dhe analizave, na rezultojnë që efektet e krizës bankat në vetvete i përballojnë. Ekonomia është tjetër gjë pastaj se si mund të ndeshet dhe çfarë efekti do kemi. Por si institucione bankare në kuptimin e humbjeve dhe jemi në një pozicion të shëndosh, mjaftueshmëria e kapitalit sot është mbi 20%, NPL-ja, do të thënë portofoli kredive me probleme është nën 4%, kështu që treguesit i kemi të shëndosh. Likuiditeti është më shumë nga ç'duhet, sepse kemi më pak se 50% të depozitave në kredi dhe kemi likuiditet të tepërt, kështu që në këto kushte ne jemi më të qetë dhe paksa më të relaksuar që çdo goditje, çdo val në sistem nuk mund të na gjejë të themi si në 2008-2010 ku dëshira për të rritur portofolin e kredis çoi edhe në disa kredi që cilësia e kolateraleve të cilave nuk e justifikoi veten. Sjellja po themi e publikut, e konsumatorit, po themi, shumë rëndësishme, se ne kemi parë në shumë vende kur edhe kemi edhe bankat që ndoshe, po themi asnjë problematik, një sjellje, po themi individëve krijon edhe presion mbi sistemin. Në fakt sa rëndësishëm është perceptimi i publikut dhe sjellja e tij në momente të caktuara për sa përket marrëdhënies me sistemin bankar. Ësakt. Teorikisht, po dhe praktikisht është vërtetuar që i vetmi riski i sistemit bankar në çfarë do lloj krize që të jetë, është run on the bank. Do të thotë ajo që quhet të turet turma, gjithë popullsia, gjithë depozituesit dhe të njëjtën kohë në bank. Ndodhi në 2001, mos gaboj, kur doli ligji për sigurimin e depozitave dhe krijoi atë keqkuptimin në publik që depozitat janë të pasigurta dhe u sulën të rejtnin dhe ne për gati 2 javë kemi humbur miliarda lek nga depozitat. Po atë kohë ishin bankat shtetërore dhe ato s'kishin portofol kredie. Sot bankat nuk është se i mbajnë parat fizikisht në një kasafort të madhe, qoftë në degën e tyre, apo qoftë diku në një vend X, në një tunel, apo ku shkon fantazia. Parat janë në qarkullim. Dhe sikur të gjithë këta që kanë sjell, janë 1.8 trilion lek sot depozita në sistemin bankar. Sikur të vinë në 2 javë, në 3 javë njerëzit i kërkojnë, sigurisht që ato janë pjesë e tyre, gjysma e tyre janë investuara në kredi, por në kredit janë me 5 vjet, me 7 vjet dhe vazhdojnë të paguhen. Depozitat janë me afat 2 vjeçar, 3 vjeçar, ka 5 vjeçar. Pra kjo vetëm krijon në vetvete për industrinë bankare krijon krizë. Në të gjitha situatat e tjera, kur njerëzit qëndrojnë të matur, të barazlarguar dhe vlerësojnë të gjithë treguesit dhe gjithë mesazhet që vinë nga institucionet, situatat janë të qeta për industrinë. Sigurisht nga pikpamja e humbjes mund të ketë vite që mund të jenë me rezultat negativ, sepse varet ekonomia në çfarë niveli mund të jetë, por perceptimi i publikut e frikat e humbjat e falimenti është 0. Plus që kemi edhe garanci të tjera. Ne sot kemi bankat paguajnë primim për skemën e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, pra nëse një bankë është pranë falimentimit, nuk lihet të shkojë në falimentim, po merret në administrim dhe nëse nuk ka tregues që të përmirësohet, mundësi të përmirësohet, ajo falimenton para se të bëhet efekt falimenti. Kështu që arjen të shpëtohen, që mund të shpëtohen nga asetet, të rikuperohen depozitusit. Nga ana tjetër kemi Agjencinë e Sigurimit të Depozitave që sigurohen depozitat deri në 2.5 milion lek. Kështu që ka garanci dhe ka siguri në dallim nga vite më përpara kur nuk ekzistonin këto skema. Një pyetje që ju i dha shpjegim fakt, më ka ndodhur gjatë karrierës time, shpeshherë kur një bank, po themi jashtë Shqipërisë, ka pasur një problematik caktuar,
pra ka shqetësim për bankën mbi, po themi në Shqipëri. Kjo çështje e zgjidhur në Shqipëri, pra nëse nesër të ketë një bankë, po themi, jashtë një problematik, si është zgjidhur për... Pra, po flasim për bankat e huaja që kanë filiale në Shqipëri. Sot, bankat e huaja të gjitha në Shqipëri nuk janë deg të bankave të huaja. Po janë shoqëri aksionare më vete, funksionojnë pavarësisht problematikave që mund të kenë mëmat e tyre kudo që janë. E vetmja lidhje me mënë është që mëmat janë aksionar, kanë futur kapitalin dhe plotësojnë çdo detyrim ndaj kapitalit. Gjithë treguesit e tjerë janë si gjithë bankat e tjera lokale. Pra, në këtë aspekt nuk ka dallim që të themi që ka krizë, po themi në X vend dhe ajo krizë të importohet, të transferohet këtu. Jo, nuk ka lidhje. Pra nuk do të shqetësohet dikush? Jo, nuk ka shqetësime fare me këtë. Shqetësimi më i madh është në qoftë se ne do duam që të turremi të gjithë nëpër banka, edhe të tërheqim depozitat. Kjo është ajo që krijon problemin. Gjërat e tjera janë të menaxhueshme, edhe në qoftë se ka humbje për rezultatin financiar të aksionarëve të bankave, po jo për klientët. Domethënë klientët atë parë që kanë, atë do marrin. Bile, e keqja që kam vënë re unë kur ka lajme kështu që janë shqetësuese, është që njerëzit fillojnë nxitojnë dhe prishin edhe ato kontrata investimesh që kanë që janë afatgjata. Edhe leqim penalizohen, se prishja kontratës ka penalizime dhe nuk marrin gjë, por pasi kalon situata, të themi mund të zjas 3 muaj, mund të zjas 6 muaj, me njerë ngrihet vlera, me njerë kalon situata për tej normalitetin nga pikpamja e normave të kthimit e të tëra, dhe dalin me humbje, 2 herë me humbje. Pra, kur ke një marrëdhënie që ke dhe pak afatgjat, mos u mundot ta prishësh para kohë. Sepse ajo marrëdhënie vazhdon, situatat që janë kalojnë, zgjasin 3 muaj, 6 muaj, 1 vit dhe kthehet normaliteti. Po pastaj marrëdhënia tënde fillon dhe funksionon dhe stabilizohet. Po i hoqe para teje në shtëpi ajo nuk fiton asgjë, vetëm humbet. Dhe po të jetë dhe situatë inflacioni, ajo zhvlerësohet edhe më shumë. Pra këto ato gabime që bën shumica e qytetarëve në kohë kur ka problematika të themi, kur ka shqetësime, që nuk duhet të nxitojnë të vend të tërheqë. Për shembull, ke një depozit 1 vjeçare, të kanë mbetur edhe 5 muaj, dhe vetë e tërheq me vrap se ta kem të sigurt. Jo, mos e tërhiq. S'ke mund ta tërheqësh. Pas 5 muajsh, ridepozitoje prapë dhe për 1 vit tjetër. Sepse paraja në bank do ruaj vlerën e vetë, edhe sikur të mos fitosh, po do ruaj vlerën e vetë. Po e more nga banka, e fute në një stëk, e fute në qyp atje, atjere ti nga 100 do bëhen 90, nuk të bëhen 101. Dhe kjo është ajo që duhet të shmangim dhe duhet të kuptojmë. Nëse ke nevoj për një kesh, në situata krizash, njeriu ka nevoj ndoshta për pak më shumë kesh se sa është zakonisht. Atëherë ti mund të tërheqësh, mund të mbash pagën të themi atë që e shpenzon gjatë muajit qoftë edhe me kartë, mund ta marrësh për atë periudhë, mund ta mbash dhe në kesh. Kjo është situatë tjetër, po është shumë afatshkurtër dhe është shumë operacionale. Nuk është investim, është për shpenzime. Jo, përmendet pak më parë, profesor, që edhe në 2008 edhe ishte problemi i kredive me probleme që ishte serioze. Nëse, po themi, në një skenar hipotetik, po themi inflacioni, vështirësitë ekonomike mund të prodhojnë, po themi mungesë të mundësive apo një rritje të numrit të kredive me probleme. Sa e hapësirë ka sistemi për çfarë nivele jemi aktualisht? Një herë dhe jemi 3.85 me muajin janar. Rekord do me thënë duke nisur dhe kemi vrarë dhe 25%. Por ato që tregojmë ne deri tani, të paktën disa produkte janë vërtet shumë të mira. Produkti mortgage ecën shumë mirë. Dhe ka edhe treguesin e NPL-it e ka më të ullët se sa kjo që është mesatarja e tregut. Janë kredi të tjera me garanci shumë të mira, kredi biznesi, të cilat edhe në qoftë se ndodh krizë të themi, janë të garantuara. Kështu që nuk është se presim që të kalohet kursesi në nivelin e 2014-2015, ku NPL-i arriti vërtet nivele shumë të larta. Sepse janë nxjerrë mësime dhe procedura edhe e dhënies së kredive ka qenë shumë rigoroze gjatë gjithë këtyre viteve. Ne jemi gati 920 miliard lek në portofolin e kredive outstanding, sot po i afrohemi 1 trilion, dhe jemi të kënaqur që në këtë gati 1 trilion lek, vetëm 3.85% janë kredit me probleme. Pra ka dhe provigjone, bankat krijojnë provigjone dhe tyre, që edhe po të ndodhë diçka, rastet që mund të jenë më problematike janë gjithmonë të provigjonuara. Në rast të një krize të thellë që mund të përfshi vendin, sigurisht që ka një rënje të ripagimit.
Po kur themi një rënje nuk paguhet kësti 100%, paguhet 70%, 80% themi, dhe kalon situata me një rikuperon. Por sistemi është i qëndrueshëm. Është i qëndrueshëm. Njerëzit nuk duan të humbasin, se do humbasë shtëpinë për 6 muaj. Dakor? Do me thënë do pranosh do paguash një penalitet, një çik do të shtyrë në kohë për 6 muaj, për 7 muaj, por shtëpinë do ta kesh, nuk mund ta lësh dot për 7 muaj. Qoftë biznesi do operoj, nuk është se do ndërpritet do kalojë në faliment, se krizat kanë vërtetuar që vërtet janë fatkeqësi kur vinë, po janë dhe një oportunitet për rrugë të reja, për mundësi të reja. Kjo është leksioni që vjen nga kriza. Në momentin që vjen duket fatkeqësi. Pastaj në momentin kur të kap dhe ti duhet të dalësh, sepse nuk mund të biesh viktim e krizës, lindin ide të reja, shikojnë, korrigjojnë gabimet që janë bërë, dalin ligje të reja, të cilat simulojnë një sektor tjetër i cili ka qenë i pazhvilluar, ose eliminojnë një anë negative, që ka qenë kriza e famshme 29-33 në Amerikë, këtë bëri depresioni madh. Vërtet kaloi në depresion, pa pas depresionit Amerika njoh vetëm rritje, do me thënë, u rregulluan shumë gjëra që ishin defektoze në ekonomik, që shkaktuan krizën. Nuk e di nëse kemi arritur në kohën për ta bërë këtë pyetje, në fakt, po zakonisht qytetarët do duhen dinin nëse në të nesëm do kemi kredi më të shtrejta, më të lira, banka do jenë më konservatore, apo shumë e herët për bërë një analizë tillë, duke parë edhe zhvillimet jo vetëm në Shqipëri, po themi por edhe në botë, çfarë mund ndodh me këtë element me kredi? Tani nuk mund të jetë shumë herët. Kjo është nga gjithë këto që tham, tema me të cilën mund të prekemi direkte, është pikërisht presioni, inflacioni, presioni i rritjes së çmimeve. Dhe në qoftë se do kemi inflacion, sigurisht që të gjithë do prekemi. Dhe po ka inflacion, sigurisht do ndryshojnë normat bazë, qoftë për euron, qoftë për dollarin, qoftë për lekun. Dhe po ndryshuan normat bazë, atëherë normat e interesit për kredit do fillojnë të rriten. Dhe këtu sigurisht do preken. Dhe ata që kanë kredit ekzistuese, edhe ata që duan kredit të reja. Pra e keqja e gjithë krizës të themi, është më shumë të inflacioni. Sa i lartë do jetë dhe sa mund të zjas. Ne provuam njerë inflacionin me luftën e Ukrainës dhe zjatëm gati 2 vjetë me stabilizime, por ajo i rriti çmimet, pastaj u rritën pagat dhe akoma, edhe pse kemi rritur pagat akoma, nuk është se jemi në nivelin e konsumit më mirë se para 2022-shit, sepse çmimet janë rritur edhe vazhdon efekti i rritjes së çmimeve. Ka dhe një lloj abuzimi kur ka rritje çmimesh që vjen secili tregtar, secili prodhues kërkon që të nxjerr maksimumin në kohë të tilla. Ka një lloj abuzimi që e paguajmë ne nëpërmjet rritjes së inflacionit. Prandaj, prezenca e inflacionit, presioni në rritjen e çmimeve, sepse është e para nafta, po me naftën janë të lidhura gjithë sektorët. Transporti është prezent në çdo sektor. Kështu që mund të fillojë të kemi presion të shtuar dhe do të vijë. Sot diskutimi i madh për këtë bëhet. Domethënë çfarë do ndodhi? Do rritet euro, do rritet dollari, do rritet leku, po rritet normat bazë. Në rreth të zhvillimeve do ketë edhe zhvillime këtu. Me që jemi në javën e paras, profesor, një nga pyetjet që lind është, po themi, apo që dhe promovohet, po themi, përdorimi i teknologjisë për sa i përket marrëdhënie me sistemin bankar të individëve, por sa lehtësi prodhojnë, po themi, dhe po themi ato qeverisë. Sa mendoni se është edukuar publiku shqiptar për sa i përket përdorimit të teknologjisë, po themi, në favor pa u ekspozuar drejt atyre riskeve, se kemi parë shumë njoftime dhe nga shoqata që edukuese. Tani edukimin financiar është bërë pjesë shumë e rëndësishme. Dhe flasim për edukim financiar jo vetëm në kuptimin tradicional, si ti përdorim parat, si ti kursejmë, si të njohim shpenzimet, planifikojmë shpenzimet brenda buxhetit të të ardhurave që kemi e kështu me radhë. Sot nuk mjafton vetëm kjo, sepse të gjitha këto që i bëjmë në një botë digjitale. Pra nuk është se kemi të gjithë paran kesh në duart tona, por e kemi virtuale, është në llogari dhe ne futemi nëpërmjet kanaleve të ndryshme dhe shikojmë llogarin, kam kaq lek tani sa do mbetem pastaj, po bleva këtë dhe blerjet bëhem prap në mënyrë digjitale, në online, edhe ndonjëherë mungesa e keshit në dorë të humbet edhe atë sensin e shpenzimit. Kështu që jemi të ekspozuar se s'bën ndaj lidhjes raportit që kemi ne me botën virtuale, me atë që me kanalet online. Dhe këtu sigurisht që ndërsa kanë nga ata shkencëtar, inovator, krijues, që kërkojnë të ndihmojnë të eci përpara shoqëria zhvillimi, ka dhe nga ata element të tjerë që kërkojnë që këtë ta shfrytëzojnë për përfitimet e veta. Që sigur se ne njohim janë hakera apo mashtruesit e ndryshëm, të cilën mundohen të gjejnë të çara
në gjithë rjetin që ndërtohet, në gjithë këtë infrastrukturë dhe mure mbrojtëse, ku ka ndonjë të qarë dhe të kapin, qoftë një klient, qoftë një llogari, qoftë një biznes, qoftë një bank. Klienti apo... Tani, deri tani janë vërejtur në rastet e shumta janë klientët. Janë vërejtur në botë edhe rastet e tjera ku ka qenë dobësie institucionit. Dakor, dhe mos gaboj në një nga vendet aziatike para disa viteve u arrit që të shkojë dhe të merrej dhe depozitat që ata kishin në Federal Reserve, rreth $90 milion. Kështu që ka patur raste edhe kur institucionet kanë patur dobësi, por në shumicën e rasteve janë klientët. Janë klientët sepse futen bie fjala në rrjete të pasigurta. Kur futesh që të blesh duhet të kesh parasysh gjithmonë, u themi HTTPS. Në qoftë se atje te browserzi ku do futesh që do hapësh adrese, nuk është me HTTPS, do thotë që ai kanal që ti futesh është i pasigurt, mos vepro me atë. Ka të tjerë që japim të dhënat lehtësisht të kartave, shikojnë një njoftim, një reklam në Facebook. Kemi parë telefonata me emër kompanish. Do vija atje, se ajo është e fundit. Edhe kërkojnë të dhënat. Dhe ka njerëz që na kanë ndodhur kanë dhënë të dhënat. Po me njerëz është tentuar pastaj që të bëhen ndonjë veprim, kanë sinjalizuar bankën dhe është ndërprerë lidhja. Domethënë kanë qenë false të tëra. Dhe për të ardhur deri te më fundit tani që jemi sinjalizuar, që ka telefonata që vinë nga vendet të tjera larg, nga India apo nga Kina më larg, në telefon me logon e bankës dhe të flasin që shkose, është bërë një transakcion nga kjo kartë dhe ne duam ta shpëtojmë dhe ta kthejmë pas. Ju lutem më jepni të dhënat e kartës suaj. Banka, porosia e parë, nuk kërkon asnjëherë të dhëna personale. Asnjëherë. Qoftë pinin, qoftë numrin e llogarisë, qoftë të kartës, absolutisht asnjëherë. Pra sa herë ju vjen mesazh, ju vjen email, ju vjen një thirrje në telefon, sikur është banka që ju pyet absolutisht, është e qartë fare që janë mashtrues, janë akara. Mbyllini, kthejini dhe mundësisht vetëm raportojini. Ka të tjera që ju vinë mesazhe, për shembull ka ardhur një pako në postë ose bëhet një ankand i tillë, dërgoni dhe ju që të jeni pjesë të fitoni. Nuk shpallen të tilla. Domethënë institucionet që kanë vërtet që bëjnë organizime të tilla nuk dërgojnë mesazhe të kësaj natyre. Që nga forma, që nga formulimi, që nga mënyra e të shkruarit e të tëra janë të tëra të gabuara. Ka tjetër pastaj që ndonjëherë jipet edhe pini. Dakor? Të themi, mamaja ja jep djalit shko të rit në ATM, jep edhe pinin vete djali në një moment, haron, mund të ketë edhe ndonjë shikus tjetër atje, mund t'jetë me ndonjë shok, dhe mjafton ta flasi atë, po e fole njerë, ka që është. Iku, nuk është më i yti, nuk është më sekret, dakor? Nuk është më sekret. Dhe këtu ka, tani, kur rastet janë nga individet janë lehtësisht të gjetshme dhe përgjegjësia kalon direkt te individi. Në momentin kur infrastruktura, pajisjet që përdoren për të përdorur kartat, bie fjala, ose kanalet e tjera të kryes pagesave, janë defektoze, përgjegjësia është e institucionit, është e bankës. Dhe këtu ndahemi. Nëse unë them në një ATM, që vete si përdorues, dhe atje është vendosur një pajisje që fillon me kopjon mua të dhënat, kjo është përgjegjësia e atij që ka ATM, jo përgjegjësia ime si klient. Edhe pse banka mua më porosit që kur vete atje, mundësisht kur shkruam pinin mbulohem me dorë. Dakor, për çdo rast që ta kesh vetvete. Ose mos përdor fare kartën thot, po bëhe me tërheqje pa kartë, domethënë me QR. Ke në ekran ke që mund të tërheqësh, thjesht vetëm me QR, vetëm duke bërë contactless, edhe pa shkruar pinin. Pra, bankat kanë ofruar mundësi të shumta, qoftë edhe sot që të hysh në e-banking të duhen jo një, po 2 kalime, që të kontrollohesh edhe mos të... Pra kanë investuar në këtë mbrojtjen, po themi... Shumë është investuar në këto një herë që pas vitit 2020 prioritetin më të madh e ka marrë digitalizimi dhe me digitalizimi nuk mund të hitet asgjë pa sigurinë. Pa u testuar dhe pa u bërë. Bile në praktik banka përdorin edhe grupet ekipe që janë njën hakera, po hakera pozitiv që testojnë sisteme, që bëjnë para se të hidhet diçka, testohet sistemi nëse është hakerueshëm nga të tjera apo jo. Pra për të gjendur në një pikë të dobët. Kështu që jemi jashtëzakonisht të vëmendshëm sepse banka është besim.
në vetvete. Dhe në qoftë se ne duam të ecim ta zhvillojmë dhe ta bëjmë bankën moderne të shekullit të 21 dhe do kesh defekte të tilla, publiku humb besimin. Atëherë po humbi besimin, çfarë të mbetet për çaj do këtë lloj zhvillimi, po themi. Është shumë e rëndësishme kjo që individi të mësohet në këtë epokën e re të bankingut digital, që duhet jetë shumë i kujdesshëm. Është si të përdorësh energjinë elektrike, ne vajtëm po vemi gati 2 shekuj me energjinë elektrike prezent, po pos dite nullin dhe fazën, edhe pos e ule sigurezën, si me thënë, mbaroj ike le jetën. E njëjta gjë ndodh në botën digjitale. Kështu është që duhet të dim rregullat. Pra mos u fut në rrjete ku nuk ka siguri. Për shembull në rrjetet që janë publike, nuk rekomandohen se nuk janë të sigurta kur ke Wi-Fi, e ti të futesh të bësh transaksione me parat. Nuk janë të sigurta. Ti mund të shikosh në Facebook tjetër gjë, por nuk mund të futesh në llogarinë bankare. Faqet që përdor pinin, mos i ndaj me njeri, mesazheve që vinë në emër të bankës, mos u jep përgjigje. Atëherë je i mbrojtur. Një mesazh të fundit, profesor, për individet, po themi, që mund të jenë pak të shqetësuar për situatën, po themi, globale që është, për parat e tyre, nëse do kishte një mesazh të fundit. Shiko, unë nuk themi janë të shqetësuar, po pa dikush që mund të ketë një merak. Individet bëjnë shumë mirë që ndjekin situatën edhe kanë në pjesë të agjendës së tyre të jetojnë me këtë situatë. Pra nuk janë neglizhent, nuk mund të bësh indiferenti ndaj zhvillimeve të tilla, dhe kjo është shumë gjë e mirë. Sepse në fund të fundit paraja është investim, është kursim, është sakrificë e jetës së tyre dhe nuk mund t'ja lënë edhe thjesht rastësisë. Por duhet gjithmonë që paraja është më e sigurt pra institucioneve të mbrojtura, të krijuara me ligj, të mbrojtura me ligj, se sa të rinë në shtëpi. Kjo është e sigurt. Pra ti mund të mbash për shpenzimet e javës të themi, edhe mund t'i kesh në xhep. Por shumat e mdaja asnjëherë mos i mbani në shtëpi. Asnjëherë mos i mbani në shtëpi. Sepse rreziku është më i madh dhe mund të vidhet në shtëpi. Është rreziku edhe tjetër që ajo para humbet vlerën. Mos kujtoj që i ke sot 100 dhe do të mbeten edhe pas një viti 100, nuk të mbeten më. Kështu që pra institucioneve bankare atje bën gjumin të qetë. Nëse ke shumë, ke 11 banka, ndaj nga 2.5 milionë në çdo bankë dhe i ke të sigurta. Vendos në emrin tënd, vendos në emrin të gruas, vendos në emrin e fëmijës dhe të gjithë përfitoni. Kështu që edhe shuma është e tëra e mbrojtur, por nuk është në një emër dhe nuk është në një bankë. Këto janë mënyrat që e diversifikon dhe përfiton nga ligji. Profesor, të falenderoj për informacionin që ndat me ne. Kënaqësi. Shikues të televizionit Skan, ky është emisioni për sonte, bashkë ritakohemi javën e ardhshme. Mirupafshim.